Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku dje refuzoi ftesën e Albin Kurtit për zhbllokimin e situatës në raport me konstituimin e kuvendit. Përkundër Abdigjiku, ftesën e pranoi membri kresnishi i PDK-s, por që edhe në këtë seancë nuk u arrit konstituimi i kuvendit. Në një prononcim për Bota Sot, ka folur nga familja e Haki i Merit. Ata thonë se Lumir Abdigjiku nuk është trashëgimtar i Rrugovës, duke shtuar se ai është bursist politik i Sa Mustafës, duke theksuar se ai e predikon shfaqje, vetkontroll dhe nënshtrim të sofistikuar. Ligia Demokratike e Kosovës u linj si një dritë në fund të tunelit të errësirës serbe. Ishte një lëvizje, një mendësi, një rezistencë e heshtur, një akademi politike, por sot ajo dritë është shndërruar në një reklam me slogane të zbrazta të markës Rruga e Re, sponsorizuar nga akter fantom. Në qendër të kësaj historie shndron Lumir Abdigjiku, një akter i infiltruar që vdesh kostum të shtrenjtë, flet dhe kopjon dhe mendon me tru të huazuar. Ai është një talking doll politik, e shtyp butonin, thot LDK nuk është majo e vjetra, shtyp sërish e dëgjon të përshpërit Rruga e Re, shtyp një herë tjetër dhe befasisht del logoja PDK-s nga krahu i xhaketës. Lumiri nuk është trashëgimtar i Rrugovës, ai është bursist politik i Sa Mustafës. Fytyra e vërtetë e tij, Rrugova predikonte durim, mendim, dialog, paqe dhe mbi të gjitha qëndrim. Abdigjiku predikon shfaqje, vetkontroll dhe nënshtrim të sofistikuar. Ai nuk e ka LDK në gjak, por e ka një porosi, një mision, shkatrimin e saj. Komunisti Sa Mustafa, mjeshtër i pastrimeve të eshtura, e përdori partinë si një inkubator për të arritur një lider që nuk është lider, por një administrator i strukturave që e sollën LDK-n buz greminës. Refuzimi që LDK-ja bëri Kurtit, thonë se humbi vetë LDK, sepse nuk ke që t'i shohësh një partije që nuk po di më si të shkurtoj veten pa dhimbje. Dikur LDK-ja ishte partia e njerëzve të librave, sot është biblioteke mbyllur, ku lexohen vetëm urdhrat e oligarkëve të PDK-s. Është partia që nga monumenti i fjalës është ndërruar në mumje të balsamosur. Shikoni si refuzoi takimin me Albin Kurtin me një arrogancë që si shkon askujt që ka rënë në sondazhe sigur në pus. Aty nuk humbi Albin Kurti sepse ai është kryeministër, ka vota dhe ka timonin. Aty humbi LDK-ja, sepse nuk ke që t'i shtosh një partije që nuk po di më si të shkurtoj veten pa dhimbje. Gjithçka që bëj Lumiri me vetdije përfundon si dhurat për PDK-n. Është sikur çdo strategji e tij kalon përmes filtrave. A do ta gëzonte Hashim Thaçin kjo lëvizje? Nëse përgjigjja është po, ai e bën. Lumiri është si një kirurg që po e peron një trup politik të vdekur, por pa vërejtur që në dorë ka jo bisturi, por furkën e darkës së fundit. Dhe darka përmbahet në një vil ku Sa Mustafa pin verë me të vjetër, ndërsa elektorati i LDK-s ka kaluar në lëvizjen vetvendosje guxo me autobus urban. Përfundon ai për Bota Sot.